Në 5 bashki të vendit po mbahen sot zgjedhjet e pjesëshme vendore. 334.539 qytetarë me të drejtë vote zgjedhin sot kryebashkiakët e rinj në qytetet Vlorë, Berat, Cerrik, Mat dhe Tepelen, ndërsa për drejtimin e këtyre bashkive janë në garë 13 kandidat. Pothuajse në të gjitha bashkitë ku sot votohet, të paktën në 3 zgjedhjet e fundit kryetari që është zgjedhur ka qenë nga radhët e Partisë Socialiste. Përjashtim bën vetëm Mati që në vitin 2015 nxori fitues Neziri Zvanin nga radhët e Aleancës Popullore për Punë dhe Dinjitet, koalicioni drejtuar nga Partia Demokratike. Procesi i votimit ka nisur thuajse në të gjitha bashkitë me përjashtim të disa qendrave të votimit, kryesisht në Tepelen, pasi shkak janë bërë komisionerët e Partisë Demokratike. Ndërkohë, mëngjesin e sotëm nuk ka munguar edhe një thirrje e shkurtër nga kryeministri Edi Rama. Mirëmëngjes dhe me ftesën për qytetarët e Vlorës, Beratit, Cerrikut, Matit dhe Tepelenës për të votuar sot në zgjedhjet e pjesëshme vendore për kryebashkiakët e rinj, ju uroj një të diel të paqët, shkruan Rama. Ndërkohë, nga informacionet e fundit mësohet se një qendër votimi në Berat, edhe pse ka kaluar mjaftueshëm nga koha e nisjes së procesit votimit, votimi nuk ka filluar për shkak të një problemi me kamerat. 473 qendrat e votimit në këto 5 bashki u hapën sot që në orën 7:00 dhe qytetarët e tyre kanë mundësi të shprehin vullnetin me votë deri në orën 19, kur siç e përcakton kodi zgjedhor mbyllen qendrat e votimit. Për mbarvajtjen e procesit zgjedhor janë angazhuar 612 policë, të cilët kanë marrë në ruajtje edhe qendrat e votimit. Në Vlorë, numri i qytetarëve me të drejtë vote llogaritet rreth 172.000, në Berat mbi 82.000, në Cerrik afro 39.000, në Mat 29.000, ndërsa në Tepelen 12.000.